Me shumë mundësi edhe ti e ke parë këtë videon e famshme dhe ke thënë, ky jam unë, gati për të larguar, i lodhur, i raskapitur dhe i dërmuar dhe pa e ditur pse. Shkolla, puna, familja, marrëdhëniet e ndryshme dhe presioni për të qenë i suksesshëm në të gjitha këto. Presioni për të qenë okay, pavarësisht se si ndihesh, dhe prap ti ndihesh bosh. Interneti e quajti këtë rast nihilizëm, ideja që asgjë s'ka kuptim. Por Bibla e njeh gjithashtu këtë ndjenjë, por nuk na lën aty. Në Bibël, të ndihesh i humbur nuk do të thotë që jeta s'ka kuptim. Shpesh do të thotë që ti je duke kërkuar për kuptimin e saj. Jezusi tha, unë jam rruga, jo një ide, jo një trend, por një person i cili ecet me ty edhe kur ti nuk e din se ku po shkon. Ndoshta ti nuk je si pinguinin e fjalëve pse ndihesh i tillë që po shkon drejt asgjësh, por ndoshta ti je një person që po kërkon diçka reale dhe të vërtetë. Nëse je ndjer kështu ndonjëherë, nuk je vetëm. Besimi nuk ka të bëjë me të bësh sikur je i mirë, por ka të bëjë me të kuptuar që ti nuk je vetëm, edhe kur nuk e di se ku po shkon.